se si funksionon. Secili thot, shkova tek dyqani i ushqimeve dhe thot se çfarë bleu. Pastaj personi tjetër shton diçka në listë. Nëse dikush haron diçka ose bën një gabim, ai është jashtë. E kuptuat? Ha, kjo është shumë e lehtë. Po, shumë e thjesht. Do filloj unë. Isha tek dyqani i ushqimeve dhe bleva ca lakra. Unë shkova te dyqani ushqimor dhe bleva pak lakra dhe tomate. Unë shkova te dyqani ushqimor dhe bleva ca lakra, tomate dhe banane, sigurisht. Kjo që nga një karote madhe. Mek, Billy, aktualisht kam 10 karota. 10! Wow, Eduard, urime, bravo të qoftë. Po, ti ke mësuar si ti mbledhësh karrotat shumë shpejt tani. Duket sigur nuk je një djalë i ardhur nga qyteti, por besoj se nuk do mbledhësh dot vezët aq shpejt. Po, dhe mos harro se pa vezë Marina nuk ka për ta bërë dot kekun që na premtoi. Haha, kuptova. Do të kthehem shumë shpejt në një sport plot me vezë. Lakra, domate, banane, brokoli, moll, panxar, speca, mandarina, salat jeshile, sharqi, pjepër dhe portokale. U dogje. Harove të thuash karota. Oh, po e drejt. Është sepse mua nuk më pëlqejnë karrotat. Një pop sa po erdhi. Në rregull, një tjetër mision. Le të hapim popin së bashku. Edhe një herë, le të përsërisim ritmin e popit. Jetojmë! Një skjep? Oh, sa keq që nga vetëm një gjë kësaj radhe. Zik! Po bëje shaka. Oh. Përshëndetje, vajza! Keni ndonjë vezë për mua? Kjo është e çuditshme. Ndoshta ka ndonjë vrim këtu poshtë. Jo, sepse ne nuk kemi bërë asnjë vezë. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur për. Po s'keni pse të shpjegojeni, vajza. Unë kuptoj. Ju duhet një ditë pushim si gjithë të tjerët. Do të kthehem më vonë. Pafshim. Zik, nuk duhet të hash atë banane. Për kjo duket kaq e shijshme. Oh, prit një minut. Kjo nuk mban era banane. Një karot. Oh, jo! Bananet në park po kthehen në karrota. Ky është fundi. Qetësohu, Zik. Tani do të shkojmë të kontrollojmë të gjitha bananet në park. Po, ndalesa tjetër, ishulli i majmunëve. Misioni ynë fillon tani. Jani, shkojmë. Nxitoni. Më vjen keq Dema, por nuk ishte vezë. Jo, Sot është ditë pushimi për pulat. Tani do të shkoj të mje lopët. ditë pushimi për pulat, pse ekziston kjo? Dhe mua më duket gjere. Kjo është shumë normale. Edhe kjo është normale. E shef Zik, bananet e parkut janë mirë.
Zik, kush është Ziku? Unë jam një zog, se shikon? Ciu. Tani do të merremi me Sqepin. Ky Sqep do të thotë që ne duhet të flasim me zojt. Pra le të flasim e to. Faleminderit djema. Shihemi më vonë. Jeni të përpritur. Do na keni këtu nëse keni nevojë. Hej, aty një moj pak. Mirë brëma, zonja Kanarin. Është gjithçka mirë me ushqimin tuaj? Sigurisht që po, askush këtu nuk mund të ankohet. Ne kemi gjithçka duam, krimë toke, insekte dhe plot fruta. Shiko. Këto mollë janë të shishme si një kek. Një kek? Oh, mos, për pak dëshharova. Unë duhet të pjek një kek për Eduardin. Eduardi? Kek. Po, Eduardi është kushuririm nga qyteti. Ai erdhi të na vizitojë ne dhe do iki nesër. I premtova se do I piqja një kek vetëm për të. Mos u shqetëso, Marina. Ne mund të vim tek shtëpia jote dhe të ndihmojmë që ti të bësh kekun. Po, ide e mirë, Zik. Pas kësaj ne mund të kthehemi dhe të mbarojmë këtë hetimin që nisëm. Faleminderit, djema. Eja, nxitojmë, sepse jam I merakosur për të ngrënë. Do e të thosha jam në merak për të bërë kekun. Kjo ishte Marina, ne nuk mundëm të bënim asnjë vestë vetëm sot. Wow, kjo është e çuditshme dhe është shumë keq. Pa vezë, nëse bëjmë dot kekun. Çfarë? Nuk do të bëjmë kek? Po si ka mundësi që ju ndaluat në të njëjtën kohë së bëri vezë? Nuk është normale. Vërtet nuk është. Nuk ka ndodhur kurrë më parë. Oh, mos, nuk do të ketë kek. Dhe pjesa më e keqe është se gjithë biseda ushqimit më bën akoma më të uritur. A jeni ushqyer mirë? Mirë, ne kemi shumë ushqim, vetëm se... Karota! Zik! Të thashë të mos haje të dhënat. Më vjen keq, por nuk mund të rrim duke vështruar karrotat. Ne nuk kemi ngrënë asgjë, veç karrota për ditë. Mos keni gjë misër me vete? Hej, kjo ishte. Pulet kanë ngrënë llojin e ushqimit të gabuar. Prandaj ato kanë ndaluar së bëri vezë. Ne arritëm ta zgjidhim misterin. Po prisni një minutë. Kush po ju ushqen pulat me karrota? Djema, lopët vendosën që ta bënin pushim gjithashtu. Asnjë pikë qumësh, shiko. Më duket se duhet ju jap më shumë karrota për të ngrënë. Eduard, përse po ju ushqen kafshët me karrota? E po, karrotat janë një ushqim shumë I mirë. Ato kanë vitamina dhe janë shumë të mira për sytë, di? Pulet dhe lopët do të mund të shohin edhe natën, e di ti? Por çdo kafsh duhet të hajë ushqimin e vet, Eduard. Karrotat janë të mira për ne dhe për disa kafshë të tjera, por jo për pulat dhe lopët. Dhe as për majmunët. Më vjen keq. Unë thjesht doja të ndihmoja me punët e fermës. E di, Eduard, dhe ti na ke ndihmuar shumë. Madje Billy dhe Meku nuk kanë lëvizur as gishtin sot, apo jo, djema? Po, Marina, na fal. Po mos u shqetëso, Eduard. Tani që ne zgjidhëm këtë mister, do t'i japim fund shumë shpejt këtij problemi. Po, ne do ju japim kafshëve ushqimet e tyre të preferuara. Le të shkojmë! Pa, misër! Tani e kuptova. Për pulat, ushqim pulash. Dhe për lopët, ushqim lopësh. Ne zgjidhëm misionin e popit, por unë nuk munda ta mbaj fjalën dhe të pjek një kek për Eduardin. Kur pulat të fillojnë të bëjnë vezë, ai do të ketë ikur tashmë. S'ka gjë, Marina. Ne mund të ham karrota dhe perime të tjera të ndryshme. Pastaj do të jem shumë I shëndetshëm. E di, Eduard, por një fest pa kek nuk është një fest e vërtet. Wow, një pop! Le ta hapim popin së bashku. Edhe një herë.
Vez! Tani do mund të bëj kekun për Eduardin. Po, shkëlqyeshëm. Ne do të bëjmë një kek për Eduardin. Hej, mendoj se dikush është më i gëzuar për këtë kek se unë.